Mirë se erdhët shqyrtar të dashur në Letra të Fejnët, jam Diana, do bëjmë leximin e juaj të radhës. Kur kam hapur letrat, pyetja ishte: çfarë po vjen në jetën tënde, të dashur shqyrtar, në këtë ditë të ardhshme? Letra e parë është kalorësi i shpatës, apo i gjetheve këtu ndryshe. Të dashur, këtu po vjen, më dëgjoni me vëmendje se është vetëm vërtet një letër që jep goxha qartësi. Çfarë po ju vjen pra? Këtu po vjen një lëvizje, por jo e shpejt, e qëndrueshme. Kjo lidhet me dikë që po afrohet me hapa të kujdesshëm drejt jush. Një situatë që ecën ngadalë, por pa u ndalur. Ose një zhvillim që kërkon kohë, por është serioz. Do thotë, po ecën ngadalë, por do vi aty ku duhet. Shembull konkret që mund t'ju jap për këtë letër është dikush që nuk është shumë i shpejt në veprime, por është konstant. Një lidhje që nuk ndizet me një herë, të dashur shqyrtar, por ndërtohet me kohë. Një çështje pune që po merr drejtim, por jo me njerë. Kjo letër pra thot, më mirë ngadalë dhe e sigurt, se sa e shpejtë dhe e paqëndrueshme. Pra, diçka po vjen drejt jushë, që do jetë e sigurt dhe e qëndrueshme, edhe pse ngadalë drejt jush. Letra e dytë thot, apo pyet, ku duhet të kesh kujdes, të dashur shqyrtar? Është mbretëresha e zemrës. Këtu hyn emocionet, absolutisht, vetë zemra tregon. Problemi nuk është ndjenja. Problemi është sa shumë po e lë të ndikoj në vendimet e tua. Pra jeni më shumë emocional se sa duhet. Po e merr shumë personalisht një situatë. Shembull që mund t'ju jap, po jep shumë ndjeshmëri më shumë se sa duhet. Po përpiqesh të mbash paqe edhe kur diçka nuk është në rregull, shqyrtar. Kujdes, mos u sill gjithmonë si ai apo ajo që kupton gjithçka, apo je aty për gjithë. Edhe ti ke kufi. Edhe ti ke një mjaft. Letra e tretë, mundësi që po vinë është ylli. Të dashur shqyrtar, kjo është një mundësi për qartësi dhe qetësi, atë që gjithë e duam. Pas një periudhë pak të ngarkuar emocionalisht, po vjen një lehtësim, një ndjenjë që gjërat po vendosen në vendin e vet, ose një shërim i mbrëmshëm që nuk e ke ndjer prej kohës, një rati, një paqe. Kjo është mundësi për të mos mbajtur më peshen që ke mbajtur. Dhe letra e katërt, çfarë duhet të bësh konkretisht, është 4 të gjeteve. Këtu duhet të kesh kujdes me kontrollin. Mund të jesh duke u kapur fort pas një situate. Mund të jetë që mos lën gjërat, nuk po I lë gjërat të rrjedhin rrjedhshëm apo natyrshëm. Dhe jo më kot të thash, çdo gjë po ecën ngadalë, por në drejtimin e duhur. Mos u kap të bëhen shpejt, të më mirë ngadalë dhe të qëndrueshme pra. Shembull konkret mund t'ju jap, nuk lëshon një person edhe pse e sheh që nuk po ecën me të më. Po mban një situatë nga frika e humbjes, ose po kontrollon shumë dhe nuk le hapësirë për të manovruar. Ndonjëherë për të parë çfarë është e vërtet, duhet të lësh pak, të largohesh pak dhe të shikosh realitetin. Këshilla nga letrat Oracle është: heshtja është një lloj rrëfimi. Kjo është shumë e drejtë për drejtë, dashur shqyrtar. Nëse dikush nuk flet, nuk reagon, nuk jep qartësi, kjo është përgjigje me vete. Mos e mbush boshllëkun me justifikime, apo nëse është situata dhe nuk të qon aty dhe mendon, të gjitha kanë përgjigje, me zë dhe në heshtje. Dhe ajo është në përgjigje në vete.
Pra, këto ditë të dashur shqiptar nuk janë për të nxituar, janë për të vëzhguar, do të thosha. Kush po afrohet realisht, kush po heshtë, dhe çfarë po mbahet vetëm nga ndjenjat. Jo çdo gjë që ndjen duhet të mbash. Shiko dhe çfarë po të kthehet mbrapsht. Absolutisht duhet të qëndrojmë paksa më një anë që të shohim se si po luhet loja, pa ndikuar ju të dashur shqiptar.